Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Ja dhe cheesecake-u që beron para 3 dite, shumë veta ma kanë kërkuar dhe në privat për recetën, por unë nuk kam pasur kohë që ta hedh dhe ju kërkoj ndjes për këtë pjesë. Edhe ju faleminderit të gjithëve për mirë kuptimin. Atëherë ky është cheesecake-u që unë bera. Kësaj radhe unë i kam vendosur dhe kremin e këtyre biskotave. Atëherë unë kam ngrirë 2 pako biskota. Në fillim kam ngrirë pakon e parë, pastaj pakon e dytë, se ky frulatori nuk më merrte të dyja bashkë. Këto janë biskotat e famshme Lotus që kanë dalë tani, dhe për të bërë këtë cheesecake-un ju e dini, rinia sot e ke parasysh boll të shikoj diçka dhe thot: "Mama, do më bësh dhe mua." Dhe ja ku kam ngrirë biskotat. Biskotat duhet të ngrihen mirë, nuk duhet të mbeten copa biskote të pa grira, duhet të vi formë mielli. Edhe ja ku i grim. Këtë grirë se ne kam marrë tek Amazon, është super. Vin pak e vogël, pa ama është shumë e mira. Kjo më vlen për të bërë dhe majonezë. Edhe atëherë si po i thoshëm, kjo është shumë e mirë dhe për të bërë majonezën, për të përgatitur majonezën në shtëpi. Është super ky frulatori që unë kam bler tek Amazon. Gjithsesi vazhdoj me recetën. Këtu i kam shtuar 120 gram gjalp. Siç e shikoni, përzim gjitha bashk derisa ato biskotat të rregjen gjitha me gjalpin. I hedhim në tepsi. Si që shikoni, dhe këtu i ngjeshim me këtë lugën këshuja derisa të marrë një formë, një shtresë të plotë edhe të jetë njësojtë rreth përqark. Mos të jetë në një krah më ngritur dhe në një krah më ulët, duhet i hapi mirë biskotat dhe ja. E si që shikoni, këtu kam shtuar panën për të rrahur me mikser. Janë aftësisht 500 gram panë, se unë rafa diçka më tepër, bëra diçka më tepër se më duhesh për një ëmbëlsirë tjetër. Edhe thash, e bëj që bëj punën, mos ta bëj 2 herë. Edhe kam hedhur dhe mascarpone. Unë i kam edhe mascarpone kësaj radhe, 250 gram. Këtu janë turrë gjithë vajze madhe, djali që po më ndihmoni, që po ithnin gjë. Tu i kam shtuar dhe latte condensato, e thon këtu në Itali. Ky qumshi panda, po unë e kam marrë palatozio. Kishte këtë ngjyrën si tip karamel, po gjithsesi ishte shumë i shijshëm. Nuk ka rëndësi. Dhe ja si erdhi bashkë pana me mascarpone. Dhe këtu si e shikoni, kam shtuar panën. Nuk e kam hedhur të gjithë, se si që thash që pjesa tjetër më duhesh për diçka tjetër, por e kam bërë bazën goxha, nuk i kam hedhur pak. Ja si që shikoni, baza ka ardhur goxha e lartë, se kështu e donin fëmijët dhe kështu e preferonin. Edhe unë ja u bera ashtu. Dhe ja si doli torta jon. Ju e keni parë se unë e olla para 2 dite, po që kjo ishte cheesecake-u që unë kam bërë. Kushdo le ta bëj dhe ta përgatisi. Është